Wallahi është për qarë se sa në çfarë gjendje kemi ardhur ne si musliman. Profeti a.s. u ankua për popullin e vet, për umetin e vet. E tregon Allahu në Kur'an duke thënë: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "O Zoti im, populli im e bojkotun Kur'anin. Populli im e neglizhon Kur'anin. Populli im nuk po lexon Kur'anin. Populli im nuk e mediton Kur'anin. Populli im nuk punon me Kur'anin. Kur Kur'ani thot fal namazin, populli im nuk e fal namazin. Kur Kur'ani thot agjëro Ramazanin, populli im nuk e agjëron Ramazanin. Kur Kur'ani thot ulni shikimet, populli im nuk e ul shikimet nga harami. Kur Kur'ani thot jepni zakatin, populli im nuk e japin zakatin." E kështu me radhë, ky është bojkotimi i Kur'anit o vëllezër, që sot po vret shumë qartë.